Në pedonalen e Shkodrës u prezantuan 45 kompani të krijuara nga 225 nxënës nga 18 shkolla të Shqipërisë, pjesë e programit Kompani të Nxënësve të Junior Achievement of Albania. Ky program i zbatuar prej 14 vitesh u ofron të rinjve mundësi për të zhvilluar aftësi sipërmarrëse si menaxhimi financiar, puna në grup dhe kreativiteti. Të rinjt prezantuan idetë dhe produktet e krijuara nga vetë ata, duke sjellë ide kreative si kostume tradicionale dhe produkte të tjera inovative. Dhe sot prezantoj kompaninë time, e cila quhet Incredible Albania. Nuk është hera e parë që ne marrim pjesë në organizime të juniorit, por është hera e parë që marrim pjesë në organizimin e kompanisë së nxënësve. Produkti im ka lindur si nevojë e Shqipërisë për një produkt tradicional i cili është edhe emocional edhe diçka e bukur për të pasur. Ka lindur nga kemi parë që rritja e trendit edhe të turistëve edhe të diasporës, por rritet dita ditës në Shqipëri dhe kemi qenë në kontakt me turistët të cilët na kanë kërkuar apo na kanë pyetur për diçka tradicionale që mund t'ja çonin nipërve dhe mbesave të tyre dhe gjithnjë përfundonin me një shishe konjaku në çantë ose me një kostum tradicional i cili ishte shumë i rënd, i shtrenjtë edhe jo i përshtatshëm me të cilin mund të udhëtosh. Kompania jonë është rreth veshjeve popullore. Pra ne shesim veshje popullore nga çdo kraj. Nëpërmjet website-it ton kemi dhe disa pika të cilat ne furnizojmë me veshje, domethënë. Dhe i dizenjojmë sipas klientit siç i dëshiron klienti, ne mund t'ja bëjmë. Ne kemi zgjedhur këtë për shkak se nuk duam që tradita shqiptare të shuhet, pra duam ta promovojmë sa më shumë. Dhe besoj se për të promovuar më shumë të rinjt kanë dhe pak më shumë se janë më të chillter dhe prandaj. Gjatë vitit shkollor 2025-2026 mbi 1850 nxënës nga 42 shkolla kanë përfituar nga ky modul i mbështetur nga mësues dhe institucione partnere. Këtë vit për herë të parë u përfshin edhe 16 kompani nga Tirana, Korça, Elbasani, Shkodra dhe Lezhë, të cilat prezantojnë produktet dhe shërbimet e tyre në Shkodër. Aktiviteti u zhvillua me mbështetjen e ADF, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, Bashkisë Shkodër dhe Tirana Bank.